në 96 dhe ka qenë një zhvillim i brendshëm në parti, Nano si duke i kërkuar në burg që të freskonte Partinë Socialiste dhe të bëj gati për në pushtet, se duke që ngjasat ishin pas 94 si o dini shumë mirë. Unë nuk mëroj të them publikisht që deri në 1994, për reformat e thella ekonomike me kostot të mëdha sociale, Berisha konsideroi haveli Ballkanit. Pas 2004, ku udhëheqësit tonë asnjëherë nuk e pranojnë, dhe kanë frikë më ndodh dhe me Ramën, nuk e pranojnë që do paguash kosto për reformat, ata bazohen më shumë në vlerësimin ndërkombëtarëve, që një pjesë që dinin diplomaci është pragmatiste dhe jo realiste, dhe nuk kuptojnë kur do të dalin nga politika. Dhe ju e dini, në momentin që desh të ndryshonte kushtetutën për ta bërë republikë presidenciale, në 94, pasi dështoi, ishte i bindur, sa ai nuk ishte i bindur që me vlerësimin ndërkombëtar ai do ishte fitues. Po me shqiptarët që u rrit çmimi i bukës dhe gjithçka, ai s'mund të ishte fitues. Po. Dhe pastaj ti dini veprimin e shikut, veprimin e kontrollat shtetit, veprimin e policisë, cilat bën një reprezalie mbi njerëzit, mbi gjithë njerëzit. Dhe aty pastaj ndodhi kriza e madhe. Në vitin 1996, Nano mori modelin e laboristëve dhe krijoi qeverinë hije. Në këtë kuptim, ne bëm një lidhje jo me emra, por me funksione. Kryetarët e komisioneve të Partisë Socialiste, i financës, i ekonomisë, i shëndetësisë, i arsimit, i bujqësisë dhe të tjera, i mbrojtjes të tjera, do të ishin potencialisht ministrat e ardhshëm të qeveria hije që quha. Atëre kanë ndjesh gënjimin e parë, se si vllonjat mendova që kur erdha në Vlorë, domethënë socialistët janë gjithmonë vëllezër me njëri tjetrin dhe nuk e kanë me të futur. Kur u prezantua kjo ide e Nanos dhe unë isha kryetari i komisionit, pati reagime që mua kam një mesazh për politikanët e rinj. Patjetër që mësuesit e profesorët tuaj do të jenë mbështetësit tuaj më të mirë, por vetëm deri në momentin që nuk arrim në pikën që nxënësit bëjnë më të mirë profesorë dhe konkurrojnë në pozicione publike. Atëherë nuk kam dashuri partizane, aty fillojnë intrigat. Dhe dëgjova zëra, po për fat të mirë mbledhjen e drejtonte profesor Servet Plumbi, cilin unë jam bosh tërë jetën, sepse më ka marrë, më ka promovuar. Dhe më kërkoha fjalën, si vllonjat tani thash drejt që mori, çka kanë me mua, unë s'po e kërkoj. Edhe i them, ai i pari që kundërshton dhe nxit të tjerët, më ka pas student. Më ka vënë 3 vite 10. Ai tjetri më ka pas student. Se ishin të ekonomikut, më ka vënë 10. Ai tjetri. Profesor Servetin kisha pas profesor 2 vite në fakultet dhe në komisionet, sepse unë me një karrierën time përcaktohet e pjesë akademike dhe pasi mbarova studimin 86, fillova provën pas universitare. Dhe ju dini, provën e para pas universitare janë materializmi dialektik, materializmi historik. Dhe kisha garanci profesorin. Dhe thash unë të riqem propozoni njëri tjetër. Unë kam pasur profesor në ekonomik. Shumë i mbrojtjen e sistemuar. diplomës, pastaj e bëra me Leon Tjevçuçin. Kjo ka qenë propozimi. Dhe kur vi nga Amerika, më thonë që je propozuar për deputet në 96 në Vlorë, e cila ishte zona ku kishte banesën edhe Zani Caushi, me cilën as njifja, as kam as një ashtu. Bile i hedh poshtë me një ndjesi të keqe edhe akuzat e... Edhe këtë ta pas kanë bërë. Edhe akuzat e ziles e Vlorës. Sepse, çfarë ka ndodhur? Unë vetë atje, në 97, kur bëhet qeveria në Mars, qeveria e Pajtimit Kombëtar, bashkimi u bë kryeministër, e jem me bashkimin, që t'je një grua zonjë, po unë kisha si vëlla bashkimi, ishim një grup i vogël, më merr telefon duke qarë, më thotë mos ma li djalin në duar të. Dhe bashkimi me do se sekretar që unë do bëhem, po ministri finanse dua këtë. U bëra ministër finanse. Në mars... Në atë kohë funksiononte vetëm segmenti Skënderbeu president, si segmenti shtetit. Epicendra e qeverisë nuk ishin zyrat, po Rogneri, si vendi më i sigurt. Dhe në atë kohë më vjen shiqizoti është gjallë, ambasadori... Ju jeni i ri, por e habitshme që kur pyeta një herë gazetarët e mi, po flisja për 97-ën, më thonë, çka ka ndodhur në 97-ën? Nuk arrin të... Kujtesa historike është e shkurtër, unë e di si studios. Një dramë jashtëzakonshme. Por në leadership... Berisha ju duket ky gjysh i lezetshëm, përsi që ri në iPad, por... Unë nuk gëzoj që Berisha është në atë status. Sigurisht po them dhe publik që nëse vajza e tij e ka vajzën të smur dhe teatrit saj nuk i jepet garancia
se është gati në gjykim, ta garanci pasurore dhe ta pengosh apo ta arrestosh sa i vi nga një fëmijë smur, kjo nuk është njerëzore. Nuk dua të di se çfarë do thonë mbas kësaj. Nuk e di shumë mirë të drejtat dhe kufizimet e SPAK-ut. Po çdo vendimarrje, në çdo aspekt, gjëja e parë që kërkohet në leadership është aspekti social. Ta lësh një prind pa vajtur për të shikuar vajzën e tij, sa herë që ajo kërkon në telefon, kur ajo është në një gjendje dhe unë i uroj shërim të plot, jo, kjo nuk është mënyra të sjellit nga asnjë përfaqësues institucioni kushtetues të vendit tim. Dhe në mars 97-ës, në Vlorë do të vinte Prodi, pra të fatkeqësinë tragjike të Otrandos. Autoritetet italiane kërkonin se ku do të dërgonin faksin me adresat e tyre. Dhe me të drejtë, ambasadori Foresti kishte dërguar në ministrit Malaj, se është përfaqësuesi i tyre. Të dridhej dora, jo, përfaqësuesi i Vlorës, jo, përfaqësuesi i Vlorës. Të dridhej dora kur i lexoje. Kishte deri në 3 gjenerata. Gjyshi, babai, fëmijë i posa lindur. Rudina e kanë ndjekur nga afër. Rudina e kanë ndjekur nga afër. Dhe pas disa ditësh më kërkon takim ambasadori Foresti. Dhe më thot, kam porosi nga Roma, që duam që ju të bizedoni me Zanin Saushin, që ditën që do të vi Prodi në Vlorë, të mos dalë se kemi frikë nga përplasja e bandave. Unë duke qenë me kultur shtetari, i thash, nuk kam lidhje drejt, e dim, tha, se din ata i kanë telefonat ata në përgjim 24 orë. Dhe marr një nga drejtorët e policisë më të mirë, ndjes pas Mildo Korda, nuk shkova vetëm. Marr drejtorin e policisë, shkojmë atje, takojmë të Jemën, i themi ku ideale jo të shtuj atje, i kam thënë sy për sy. Më kështu si që keni nisur, ty do të vriten gjithë fëmijët, se kishte goxha fëmijë. Po ishte grua kështu e fortë dhe kishte zëmërim të madh. Ai po dëgjonte pas dere. Edhe Milto si duke si polic, i tha thuet vi brenda. Dhe thash, kam vetëm këtë porosi. Nuk do të dalësh. Dakord. Të një gëzime, këmbora e Vlorës sot, jo, vajti negocioj ai me Zanin që të dilte shoqëronte Prodin. Në shep mërshme, po që rëndësi ka e vërtet a duhet shkruar, dhe unë po e shkruaj. Dhe unë iki për në takimin e Bergjit në Londër. Spostimin e datës udhëtimit e bëri ambasada italiane me gjitha shpenzimet të unë nuk u ngatrova. Kur vim ne me helikopter dhe shkojmë në Vlorë, ajo që më abiti me presidentin Prodi ishin 2 gjëra. Një gëzim në fytyrën e tij që shikonte kur Shqipëria ishte e përshkruar nga kanale, pas keni shumë ujë, dhe dyta filozofia e tij që ne nuk e ndalin dot emigracionin, por nuk zhvilluam vendin e origjinës nga ta vinë, dhe ishte për kredite buta për fermerë shqiptar. Ne zbritëm, bëm një pjesë të rrugës, sa dolëm në rrugën drejt në Bestrov, Zani doli përpara me flamur dhe u vite. Shqetësimi ishte përplasja midis bandës së Zanit edhe të Gaxhait. Dhe kështu që fillova detyrën e ministrit financave, ishte e vështirë, por ka një gjë që gjithkush nëse e pranon ta marrë një detyrë, qofse e do vendin e tij, qofse përkushtohet në vendin e tij, qofse bën investime të mira në administratën publike afatgjatë, përmbush çdo detyrë. Veni, sa vjet ishe ministri socialist në periudhën 8 vjeçare kur ndodhite në pushtet? Rreth 6 vjet. Diferencën ka qenë kryetari i grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar. Përshtypja për nanën. Shiko, unë do të them vetëm një moment, ka shumë. Edhe unë jam shumë i njohës, pasysh nga perceptimi. Po një përmbledhje, mbahemi si njeri i nanës. Patjetër e kam për krenarisë se besoj që kemi qenë partia më demokratike në atë kohë dhe qeveria më llogaridhënëse. Problemet e korrupsionit, nuk ishim kapje shteti në atë kohë se biznesi u fuqizua më vonë. Po them vetëm një rast. Kur është bërë debati në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, dhe kishte kolegë nuk ua përmend emrat, që ishin shumë agresiv dhe thoshin duhet të arrestojmë një ditë më parë Berishën. Ai ka thënë një gjë. Unë nuk ju mbështes ju, sepse ju më bët mua një mit dhe unë dua të çmitizohem. Unë nuk e bëj Berishën një mit dhe pasaj të kemi kostot e kësaj. Kam idenë që edhe kur kemi diskutuar për reformat, ai kishte një situash rendiment në njësinë e kohës shumë të lartë, nuk ishte nevojshme të flisje me të shpjegojë detajet. Ai thoshte më thuj thelbin dhe vazhdo. Ishte racional. Do me thonë, unë mendoj që legacy, se do flasim, që trashëgimi e Lanano? Një parti demokratike progresiste. Qa legacy la Berisha?
një parti që Frëngjë. Qa trashëgimie bla, po them sa brigodo. Po, një politikan i zgjuar, paqe sirse të tëra. Qa trashëgimie do Lulul Basha. Do i tani asgjë. Pra, do me thënë... Ose Ilir Meta. Ose Ilir Meta. Pra, njerëzit duhet mendojnë për trashëgimin që lënë, qoftë familjare, qoftë politike, qoftë ekonomike. Pate përplasje me Nanon, kisha përplasje ku e kundërshtojnë, mbaj mend një herë për një anije greke që ishte ndaluar në radhë, të tha që e kishte marrë kuptohet, ambasada greke fute, ndoshta se në shumë rasteve nuk e kujton, e kundërshtove, sepse dyshoj për kontrabandë. Nanon e kam kundërshtuar disa herë. Kam pas një avantazh në ballafaqimet tona, që sinqerisht unë gjithmonë qetësa t'i bëhet me vete. Dhe unë i thosha, për mua nuk bëhet. Qoftë do ta bësh, urdo qetësa ta bëj dikush tjetër. Unë ikim në parlament, u dhe vazhdoj jetën i qetë. Por Nano të mirë kuptonte, nuk të impononte. Unë kam pasur disa raste. Unë kam pas një rast që ne, Ministrë Finance me kryeministrin, kemi debatuar 3 muaj për një emërim në drejtëria e përgjithshme të tatimeve. Dhe tash nuk bëhet. Sepse ligji, këta ministra që justifikojnë tani, justifikojnë se nuk kanë personalitet, sepse ligji kërkon që drejtojnë e përgjithshme doganave, drejtojnë e përgjithshme tatimeve, dhe drejtues të institucioneve tjera, ti përzgjedh dhe ti propozoj ministrin linjës. Pastaj ka të drejtë në të raste vetëm kryeministri sipas ligjit të zgjedh nga të, ose Këshilli i Ministrave. Dhe Nano nuk e bëri. Nuk e bëri sepse Nano ndoshta dhe mësoi nga përvoja e keqe e firmave. Dhe unë nuk e miratova asnjëherë, derisa arritëm në pikën që ai nuk më impononte, po thosh pse nuk e bën. Unë jepja gjithmonë një arsye dhe në fund i thash. Patos Nano si ekonomist që e vlerëson. Unë besoj se kishte vizion. Kishte vizion dhe në ato që ndante në takime ndërkombëtare ishte i respektuar. Etika, bonesa, që thon këta ndonjëherë apo gjua, por unë mendoj që edhe në aspektin e konturimit të aty reforma që bëm ne, ishte pa tjetër mbështetja ti, pa tjetër vizioni ti. Nuk mund të ketë ministër dhe për këta ministrat të rinj, që mund të jetë i suksesshëm, pa mbështetjen e sinqertë dhe të plot, por edhe ligjore të kryeministrit. Qofse dikush, një ministër, krijon një konflikt me kryeministrin, gjëja më e mirë është jo të nënshtrohet. T'jap qetësa të vazhdoj, do ketë qarkullime prapë. Me Ilir Metën punove? Me Ilir Metën e kemi qenë në Partitë Socialiste. Sigurisht që nuk kemi pas marrëdhënie të mira, e them publikisht. Unë e kam konkuruar Ilir Metën 2001 me atë frymën modernizuese të forca politike, sepse ju e dini në Perëndim mund të konkurohet dhe me kryeministin aktual. Po. Bile njerë shoku Baton, ose Beton, nuk e di se ndaj do të, më ka kritikuar me një lloj arrogancë, si guxon ti të konkurosh Ilir Metën në atë kohë. Është i dashuruar me kryeministrat. Është i dashuruar, po dashuria e madhe të vret. Dhe e kam konkur... E keni ndihë dashuria të ndur. Dhe kur u bë ai konkurim, unë kam letrën e Metës, se unë kam bërë një korrespondencë mirë për të shkruar dhe për ta lënë pas të shkruar, ku ai kërcënonte kryesinë ose ky të riqet nga gara, ose Meta kishte një ide fikse që unë isha i futur i Nanos. Në fakt, Nano nuk më mbështeti, më tha nuk është koha jote. Këtu jemi, ti e i ri, do punojmë bashkë. I thash, jo, këti duhet një mësim që mos të marrin pushtet absolut. Dhe u bë gara. Për herë të parë, vjedhja votave në Partinë Socialiste ka ndodhur në atë garë, e denoncuar nga profesori dhe njëri i nderuar, Zabit Broka. Po? Një burë, dhe pastaj, ndoshta me cinizmin e tij Meta më ftoi, dhe kemi bërë një bisedë në kryeministri. Më tha ti e del punëtori e kështu, ajde tha bashkë ta ndajmë Partinë Socialiste, ta ndërtojmë ne të dy. I thash, e para i thash sa është distanca jonë me Partinë Demokratike. Është ta 6%, 7%. E dyta, sa me Nano po të krijoj partinë e tij. Po do marrë edhe 10-15%. Po miri thash unë. Tani ne të ikim nga pushteti. Jo tha, ta marrim ne pushteti dhe Nano të vit negocioj me ne, jo ne me Nano. Ika dhe në mënyrë pa besë. Pasi unë dola nga kryeministria, thon ma gëllçi, se këta shërbejnë dhe pastaj harrojnë që të pagojnë çmimin, bëri një njoftim indirekt në shtyp që kryeministri Meta ftoi për ministër bujqësie zotin Arben Mala, që s'ishte e vërtet. Dhe unë me atë u morim vlonjat, kur më pyetën gazetarët, tani ishte e vërtet, po unë negociova me vjerën dhe ajo nuk pranoi. Okej.
Beni, megjithatë ka fjalë që Nanoja ka dashur të ta lejë ty Partinë Socialiste në 2005-ën. Është e vërtet, jo vetëm mua. Nano ka bërë me sa diun 3 takime. Një ka qenë Ben Blushi, një ka qenë Petro Koçi, sipas, unë nuk e di dhe nuk i vërtetoj, dhe Nano më ka thirrur mua dhe kemi biseduar. Dhe më ka thënë, unë kisha fituar të drejtën për të shkuar në Harvard. Në 2002, kur Nano më kërkoi në qeveri, unë kisha fituar drejtën nga qeveria amerikane të shkoj në Georgetown University. Dhe ma prish atë projekt dhe kemi folur dhe e them, këtu çfarë i kam thënë Nanos pa deformuar asgjë. E para i thash, ju nuk investuat realisht për një zonësin tuaj. E dyta, është profilizuar në publik Edi Rama. I datë fuqinë e kryetarit bashkisë, unë s'kam qenë dakord, Rama e ditë mban akoma i natë, unë kam qenë që kryetari i bashkisë Tiranës të ishte o Ermelina Meksi si një ekonomiste dhe një grua dinjitoze, ose Spartak Poçi që ishte kryetari i bashkisë Tiranës. I thash, e dyta, i dhash pushtetin në media, sepse ndryshe nga gjithë të tjerët, Rama çdo punë me Ramën ta zgjidh vetëm ndërmjet medias. Jo drejt për drejt. Po sepse vetë është produkt mediatik. Po është qëndrim shpërdorës, nuk është qëndrim kështu parimor. Dhe treta i ke dhënë kontaktin me biznesin. Tani i thash që unë, po do të më shtesë unë, jo, që unë të ri aty, thash, të marrë Partinë Socialiste. Dhe Rama i këshilluar dhe nga disa këshilltarë që i ka afër, që merr targën e Partisë Socialiste, atëre ne do kemi vetëm një krizë, nuk do kemi një parti unike, dhe unë nuk e dua këtë version, me kam ikur në Harvard. Më kujtohet në këtë punë e partisë, kur ne patëm krizën e 98-s, Nano i mbylli telefonat, edhe me Prodin, sepse edhe me ambasadat, sepse mendoj që e hëngrën mbrapa shpine. Dhe thosh, unë kam bashkëpunuar me ta në Kuvli. Dhe kur ka folë me Prodi, nuk kam qenë prezent, po një nga kolegët e vërteton, i ka thënë Prodi që unë përfundimisht nuk duhet me politikë dhe duhet iki nga politika. Dhe Prodi ka thënë, Nano, po ne një jetë të punojmë për të marrë një parti, ti e ke në dorë dhe do ta lëshosh. Historia duhet shkruar në kënd përshtrimin. Jo, ka shumë legjenda për këtë. Prandaj po të pyes se ti ke qenë aktori dorës së parë. E kemi bërë bisedën, ai ka qenë, më tha dhe do të mbështes edhe unë, po unë nuk shiko, unë nuk e kisha dëshirën e madhe për të bërë një karrierë kush e di. Nuk kam binen që unë jam njeriu më i mençur apo më i miri. Por kam një gjë, dhe këtë e vërtetoj, që unë kur e marr një detyrë, o e bëj, 100% o s'ka. Okej, atëherë, ka një legjendë që Nanoja ju bë presion nga amerikanët që ta linte postin e kryeministrit, sepse qeveria ishte shumë e korruptuar e të tjera. Shumë pak se sa sot, Berisha e kaloi, ka konkurrencë, nuk është se s'ka konkurrencë. Okej. Me rrugën e kombit dhe me këto nuk i bëri golat e vogla. Ta them unë rrugën e kombit si është bërë, por nuk ja vlen sepse rruga e kombit ishte më shumë një investim gjeopolitik se fizik. Për të situash për të avancuar procesin NATO. Dhe antarësimi NATO është gjëja më e madhe se çdo antarësim tjetër. Nëse NATO do të ishte ai që ishte. Po, me vërtetë.